Përshëndetje dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Pusho Shqiptar, që ne vijojmë në stinën e Vjeshtës, se ku ka më bukur se Vjeshta, janë udhimet ato që na tërheqin edhe në këtë stinë. Megjithatë, ne nuk do e përqafojmë aq kollaj, sepse jo se do të mjaftojnë detajet e Vjeshtës, ne kemi detajet shumë të bukura të Vjeshtës të filmuara pikërisht në Tërgaj. Jemi rikthyer për të dytën herë në Tërgaj, në territorin zyrtar të Malit të Zi, por te trojet shqiptare në Mal të Zi. Megjithatë, ne do të ndalim tek një material shumë interesant që lidhet me liçenin e Shkodrës, edhe ju do të përfitojeni tani ku është Vjeshta në liçenin e Shkodrës. Po prit njerëz, se është shumë e bukur. Ajo që do të sillim në emision Pusho Shqiptar, që është një udhim shumë i këndshëm. Me bicikleta në liçen, po e dëgjuat shumë mirë, jo tek trotuari, se mos fillon ndonjëherë dhe thotë pse u përfundua, jo edhe vazhdojmë punimet ende, nuk kanë përfunduar të punime për të vazhduar të shëtitjen e bukur që edhe për këmbësorët, por edhe për gjithë ata që përdorin bicikletën. Po shikoj me bicikleta në ujë. Janë mjete që kanë hyrë në liçenin e Shkodrës, një pjesë e juaj edhe mund t'i keni parë, edhe ato lëvizje dhe gjithmonë themi nga do të jenë ata turistët. Në fakt nuk janë gjithmonë vetëm turistë, është një dëshirë e shtuar e shkodranëve, e kanë liçenin e tyre dhe pse jo të mos bëjnë shëtitje me bicikleta, janë bicikleta ujë, kuptohet, në liçenin e Shkodrës. Janë lehtësisht të përdorura. Nuk është e vështirë që t'ju japësh, nuk është e thënë që duhet të jesh profesionist, mund të kesh një caution, nëse ti merr celular me vete se ne të futemi në liçen, të shikojmë perëndimin e diellit dhe të mos bëjmë një foto të bukur apo një video të bukur nga barku i liçenit, bile na shikojmë mundësisht edhe lokalet aty që kemi hyrë me bicikleta në ujë, po kjo nuk quhet. Prandaj, le të ndjekim një reportazh shumë të bukur, një demonstrim të shkëlqyer të anëtarëve të klubit Taraboshi teksa futen në liçenin e Shkodrës me bicikleta. Një eksperiencë shumë e bukur, ju fare mirë mund të shkoni atje, nuk janë çmimet e shtrenjta, nëse doni ta dini çmimin që në momentin e parë 30 minuta shkon 500 lekë të reja, pra një çmim simbolik i përballueshëm, por eksperjenca është e jashtëzakonshme. Zgjidhni momentin kur liçeni është i qetë dhe zgjidhni momentin sidomos kur është perëndimi i diellit. Mos u trëmni tani nga temperaturat e ulta, nuk është se do lageni nëse përdorni bicikleta, ka masa sigurie shumë të mira. Le të ndjekim të reportazh të këndshëm, do rikthehemi në studio, qëndroni me ne se kemi sërish surpriza të tjera të bukura dhe një atmosferë këndshme që e sjellim përmes një programi fantastik, artistik kuptohet. Ndjekim reportazhin. Të bekuar për të pasur një liçen të madh dhe të bukur, por pak të shfrytzuar. Prandaj, çdo aktivitet i realizuar në sipërfaqen e tij meriton vëmendje, edhe pse hezitojnë për të përfshirë. Por kjo nuk ndodh me anëtarët e klubit Taraboshi. Me shumë dëshirë dhe me bindjen e plotë se do të kalojnë një pasdite të magjishme, 10 ditë pasi ka nisur në përdorim bicikletat e lundrimit, aktiviteti menaxhuar nga një i ri, patjetër që ata do e provonin këtë risi. Kam fitu një skem grantit nga ana e bashkisë Shkodër. Tani po zhvilloj aktivitetin, po pres edhe grupin Taraboshi. Sa ditë ke që ke filluar? 10 ditë. 10 ditë, Tani ne jemi grupi i parë? Jo, jeni grupi i parë, kështu si grup. Tani kanë kështu individuale, teke, dyshe, ka pas. A jemi në një grup simpatik me gjykimin tënd? Jemi shumë simpatik, u dallu prej larg. Entuziastë, se jeton Taraboshi. Me që ju qep maleve kësaj radhe do t'i qepet ujit. Ujit edhe tamam me bicikletë. Tash për malet nuk e dija mundeni me bicikletë, po liçenit mundena. Ne dallohemi për malin, po ç'ishte kjo ide për ujin? Po me thënë drejtën me qenë Taraboshi Shkodër, pse mos ta shfrytëzojmë edhe ujin. Edhe uji mendoj është një burim shumë i fuqishëm për edhe potencial për qytetin tonë edhe për të rit, siç kena rastin e Blertit. Kështu që ta promovojmë pak edhe Blertin edhe sipërmarrjen e tij të re. Dashamirësit e natyrës, e sidomos të malit, janë të tillë edhe në këtë aventurë të re, të jetë argëtuese. Nëse të gjithë fotografojmë perëndimin e diellit në liçen nga klubet apo restorantet bregut të tij, ata do e fotografojnë duke qenë në brendësi të liçenit të Shkodrës. Bicikletë janë të thjeshta për të përdorur nga çdo njeri? Të thjeshta, qysh nga mosha 12 vjeçare deri në moshën 65 është
mundeni domethënë lirisht për me e përdor. Pra ne mund të shkojmë deri Malësit Madhe me këto, apo jo? Patjetër. Si gjithmonë, kur ndërmerret një udhtim apo aventurë, patjetër që një motiv na nxit më shumë për ta përqafuar atë. Një rast i veçantë sepse unë me thënë të vërtetën kam marrë licencën si guidë malore, pavarësisht se ka vite që unë e ushtroj, si më thënë këtë si profesion mund të them, por edhe si hobi. Edhe me këtë rast ftova gjithë shokët e mi edhe familjarët e tyre që të na bashkohen, edhe të bëjmë një xhiro, edhe të promovojmë pak, siç e thash edhe Manel, edhe të kënaqen, edhe më pas do të vazhdojmë me një darkë. Kena edhe disa foto të bukura nga jeta e egër e liçenit të Shkodrës. Kena edhe kukin që do me prov për herë të parë, ta shohim ti tregojmë edhe tjerëve që mund t'i bajnë edhe xhiro me biçikletë në ujë e liçenit. Në nisën e bëjmë gjithmonë drejt derisa të kalojmë këtë pjesën e këtyre varkave dhe pastaj futena majtas. Ideja është edhe ka një pamje shumë të bukur edhe mbreslance, po keni edhe prandimin, po është edhe rruga shumë e pastër. Nga që nga ana djathtë ka shumë rjeta, mund të ketë edhe shumë barishte që mund ta pengojnë atë lëvizjen e biçikletave. Në çdo biçikletë gjen një lekun e shpëtimit, por edhe kosh për të lënë disa sende personale që mund t'i kesh të domosdoshme gjatë lundrimit. Funksionimi i biçikletave është i njëjtë me ato që përdoren në rrugë, por në vend të rrotave këtu do t'u japësh pedaleve dhe lopatave një herësh. Në fillim të duket sikur do ekuilibër, por më tej mësohesh dhe është e lehtë për t'u përdorur nga çdo grup moshe. Kasrioti i kësaj radhe ka zgjedhur të marrë me vete edhe qenin e tij Kuki, i cili pëlqen shumë shëtitjet dhe entuziazmohet kur të zotët e marrin në ndonjë udhtim. Nuk ka gjë më emocionuese se të lundrosh në liçen dhe të shijosh gradualisht perëndimin e diellit. Një pamje krejtësisht e veçantë që të bën të ndihesh me thatë që po e përjeton nga ky këndvështrim. Një pjesë e antarëve të klubit Taraboshi janë antarë të së njëjtës familje, duke dhënë një shembull mjaft pozitiv për shoqërinë tonë ku fëmijët argëtohen së bashku me prindrit dhe nuk vendosin bariera për brezat që përfaqësojnë. Ariani, si të duke kjo aventurë? Shumë e bukur, shumë interesante, ne kemi pa vetëm televizor. Kështu provume që ka mjaft interesante dhe që ka thjesht. Nuk rrezikon ka asnjë lagë, speron ujës. Pra ruhet shumë mirë ekuilibri, nuk është se ka këto vështirësi. Tani kemi pa dallg, ja shpjegojmë gjithë teleshikuesve, po kush i për këto dallg? Ishte një skap, ë? Ka skapi që merri afër nesh, jo. Aha. Kjo është dezet që ka thjesht. Çdo kush mund të për të kjo. Uj, super, uj liçenit i Shkodrës. Hajde Alkete. Pa uj! Hop. Du la me bicikletë liçenin e bukur Shkodrës. Me Taraboshin Shkodër. Duke lundruar me bicikleta, të jepet mundësia të shohësh një hapësirë të konsiderueshme të qendrës së Shirokës. Por të tjerë mund të zgjedhin edhe guida më të gjata në varësi të kohës që kanë në dispozicion. Stella, si po duket? Super, super. A, kënaqësi.
Një kënaqësi shumë e vogël. Edhe të mendosh ka qafër qytetit Shkodrës mu në qendër të Çirokës je, vetë se je në ujë on top. Kozet, a ki pa në herë Shkodrar me biciklet në ujë? Kja është pra, me biciklet të u la, Aha. të i ba promocion edhe liçenit të bukur të Shkodrës, por edhe malit të Rabosit që i kena kënej, në krahun tonë të majtë, edhe të myll ditën në një mënyrë shumë pozitive, në një relaks fantastik. Pas rreth 35 minutave lundrim, rikthehemi në breg, aty ku dhe u nisëm. Kënaqur? Shumë bukur, një eksperiencë e bukur. Që ja vlen, domethënë. Po, tjetër. Kush vide ta provoj apo jo? Po tjetër, s'ka diskutim. Ishte shumë bukur, edhe po mjë prenimi të në elemente dhe me thonë ishin shumë bukur që nuk ka si shef shpesi me makinë si me kësho, po ishte shumë e lutshme, thjesht nepja komve të ankon ishte plotë. Po ti mësu me malin, ku pyeti për lodhje? Pse di ishte thjesht i kishte duhet millon komve shpejt ose të mershin do të rrymë, faktor të ndryshëm që të boshin më lodhë. Mendoj që është pak e vonume, me gjithë dhe është e mirë pritur. Një shërbim krejt i ri, krejt fantastik, që i synon pikërisht zgjerimit të llojeve të aktiviteteve që të afron liçeni. Me thonë drejtën e kam pas shumë me dëshirë që ta realizoj edhe vetë, por kur e shoh për më tepër të realizuar nga një djalë i ri, Blerdi, më vjen shumë mirë dhe i uroj shumë sukses e Blerdit, sepse me thonë drejtën pikërisht na duhet të mbështesim iniciativa të tilla të ri që të rrinë edhe të shikojnë edhe të përdorin këto potencialet të cilat t'i afron liçeni Shkodrës. Grupi ishte super korrekt, pavarësisht se leju me pak i 5 minutë më shumë, por domethënë cilërat për Kastriotin. Tani gjithë po pyes, po pse sa është ditja njërë, na thuj dhe çikosën. Një gjysë orë kushton tek 5.000 lekësh ose një orë tek 10.000 lekësh. Ka njerëz që preferojnë për shembull guida që mundën na me çu deri tek Zambak ose deri tek Pra ka guida, pra nuk është se vetëm qëndrojnë aty në shesh, ka zona, më thuaj emërtimet e zonave, cilat zona janë? Kena pjesën e Zamakëve që e bëjmë që ofrojmë si tip guidet. Të shkohet andej Matan, si janë gjithë teleshikuesit do të shkohet në këtë drejtimi këtej. Aty do gjejnë Zambak të verdhën kam qenë, po kam qenë me një kanoe. Ndërkohë munden me biçikletë. Po. Edhe tek pjesa e Zogajve është i distancë gjatë, por me kalimin domethënë ofrojmë pushim me tip snacksash ose me ujë ose me gjithçka. Domethënë ecim, pushojmë. Tani sa dolëm ne filluan këto, bretkocat. Bretkocat, po, e kanë orën 5 orën drejt. Mirë, një që do të lundroj me biçikleta, në çfarë ore? Ora e parë që mund të vi këtu cila është? Ne ndajmë kështu në grupe, si më thonë, sepse kena klientët e parë na vinë që nga ora 9 saati, ku na thonë shpesh që përdorim si tip stërvitja nadës, që bëjnë to, domethënë një gjysmë orë deri në 45 minuta. Pastaj kena këto pushuesit që vinë për mola, që vinë nga ora 12-1. Jam kureshtare, Shiroka ka hotele këtu apo nuk ke informacion? Shiroka ka hotele, po më shumë ka shtëpia për si tipi Airbnbs. Se kam përshtypjen që tani që kemi dhe hotele në Shiroka, po shtëpia të përshtatura si hostel etj. Mund të kombinohet edhe me këtë, apo jo? Është një ndër alternativat që kena menduar që para që jena të bë tani që flasim, por më shumë jena fokusuar tek pjesa e Shkodrës, të qytetit, si më thonë, ku jena lidhur me këto hostelat edhe me këto shtëpiat për turista, si Airbnb. Dhe aventura jon nuk përfundon vetëm me lundrimin e liçen. I drejtohemi rrugës që të çon tek ferma ekosociale në njësinë administrative Ana e Malit. Kanë qenë të shpeshtë ardhjet këtu dhe klubi Taraboshi pikërisht në këtë vend u krijua. Prandaj shihet edhe si një shtëpi e tyre. Por nëse gjithmonë kanë gatuar anëtarët e klubit, kësaj radhe janë disa të rinj që kanë zgjedhur të qëndrojnë pak ditë te kjo fermë
dhe që kanë marrë përsipër të realizojnë vullnetarisht gatimin për të gjithë grupin sonte. Hello, my name is Paco. I come from New Caledonia. Përshëndetje. Emri im është Paco nga New Caledonia. Unë dhe gruaja kemi bërë një udhëtim nga Portogalia në jugën e New Caledonias, i cili është një ishull në territor francez mes Australisë dhe Zelandës së Re. During like 1 year and a half, maybe 2 years. Është një udhëtim i gjatë me biçikletë i cili na ka zgjatur rreth 2 vite. Sot do të gatuajmë. Kjo është një palja që po e gatuaj me miqtë e mi kanades dhe belg, gatim që po e bëj me shumë dashuri. Kam gatuar kur isha 5 ditë në Bruxelles. Është një hobi i mirë për të gatuar për familjen dhe shoqërinë, edhe për gruan, asaj pëlqen kjo gjë. It's to my hobby, for my family, my friend. I really like that. With my wife too. She really like that. Me se mund ta shoqërojmë këtë që ka gatuar, pra kjo shoqëron me çfarë pije zakonisht? Red wine, blue, white wine. White wine, maybe white wine. Yeah. Vera bardh, jo vera blu, vera bardh. White wine, not blue wine, please. Në çfarë ore hani darkën në Portugal? In Portugal, like 10 o'clock? No? Huh? 8? 8, 9, 10, eksaktësisht si në Shqipëri. Like in Albania. Yeah. Është këndshëm kur të gjithë në mënyrën e tyre japin kontribut jo vetëm në gatim, por dhe në shtrimin e tavolinës. Merren shumë mirë vesh me njëri tjetrin dhe kombinimi i punëve është perfekt. Në një tavolinë të përbashkët në sfondin e mrekullueshëm të fermës, aty ku detajet i japin veçantinë asaj, si një shtëpi e shkëputur nga bota, do të ulen rreth rrotull si një familje e madhe antar nga shtete të ndryshme të botës. Mirëmbrëma gjithëve, është kënaqësi që kena miq nga Belgjika, nga Portogalia, nga Argentina, edhe nga Shkodra jone e bukur. Vim mas një xhiro që bëmë me biçikletën në liçenin e Shkodrës. Ju uroj një mbrëmje sa më të këndshme. Ju falenderoj që jeni sot. Një falenderim të veçantë kam qejf ta drejtoj për Pakon, që është edhe shefi, master shefi, por edhe për master shefin tonë kujdimit. Zuar. Ju both here. Enjoy every moment. Dhe pasi shijuam një darkë vërtet mirë, e me biseda ku notat e humorit ishin vazhdimisht të pranishme, para të gjithëve, naturalisti dhe fotografi i shpendë Ridvan Sokoli prezantoi fotot më të bukura të realizuara prej tij në harkun kohor të 10 viteve. Çafka vogël e bardh. Shumë e zakonshme. This is very ordinary bird. Ka qenë tetor, në datën 20 tetor 2024. Foto të magjishme që ngjallën një kurreshtje të jashtëzakonshme, shoqëruar edhe me shpjegime interesante, se si vepron një njeri apasionuar si Ridvani në gjetjen e çastit të duhur, por dhe vendit për të shkrepur një foto e cila flet sa 1000 fjalë. E ndërsa jemi duke e përmbyllur me një kënaqësi të jashtëzakonshme gjitha aktivitetet që përjetuam sot, mendojmë se shoqëria jonë duhet të gjejë forma të tilla argëtimi, që përcjellin emocione pozitive, solidaritet, edukime të tjerë. Dhe Shkodra është pikërisht vendi që t'i ofron këto. Ky pra ishte reportazhi që ne kishim përgatitur në liçenin e Shkodrës, një reportazh që nisi nga një udhim me bicikleta, por pastaj përfunduam te ferma ekosociale, ku të gjithë së bashku shijuam gatimet e mrekullueshme të bëra nga vizitorët huaj. Gatuan për ne me një vullnetarizëm dhe një pasion dhe dashuri të paparë. Dhe ne dëshirojmë sërish ata të jenë kuzhinierët tanë, dhe pse jo, edhe te ferma të përsëritet kjo darkë
ka që bukur që kaluam. Dhe do të kalojmë te materiali dytë. Ju me siguri keni dëgjuar për lojrat popullore fes, po sa bukur janë organizuar dhe në qytetin e Shkodrës, por ato kanë pasur faktikisht fillimin në Hajmel, ku organizua edicioni i parë në Bashkinë e Vallt të Dijes dhe pastaj një ditë më pas ato u festuan në Bashkinë e Malësie Madhe, një fest shumë e bukur, shumë e këndshme. Atje intervistuam grupet e ndryshme artistike. Doni të dini se kush fitoi në këtë konkurim të grupeve artistike ku konkurohet me valle, me këngë, me lojra të ndryshme popullore, me fjalë të urta. Le të ndjekim të reportazh të bukur si një model i mirë dhe një shembull i mirë i organizimeve perfekte që bëhen kryesisht me të rinjt. Pasi gjithmonë përqendrohemi te artistët, por harrojmë që të rinjt kanë talente të jashtëzakonshme dhe nëse i bashkon ata në një program të bukur artistik, bëjnë mrekullira. Le ta ndjekim reportazhin. Lojra popullore fes, aktiviteti që bashkon të rinjtë dhe promovon trashëgimin kulturore, i cili u krijua 18 vite më parë, tashmë po përkrahet edhe nga bashki të tjera përveç asaj të Shkodrës. Pak javë më parë ne transmetuam edicionin e parë, i cili u organizua në Hajmel, bashkia e Valldejës, dhe ja ku rikthehemi sërish në edicionin e dytë, që realizohet edhe në Bashkinë Malësie Madhe. Kërkon vlerë sepse kërkon të ngacmoj një traditë që ju thuhet se ka fjetë. Domethënë nuk po kultivohet, jemi hapur nga deri pranimit më shumë se më shumë shumica janë pranime dhe vinë nga pranimi vjen po atë frym, edhe në këtë vështrim që vjen për familje vjetë për lojë popullore. Dhe në këtë mënyrë kjo bën një zgjim të lojë popullore, pra një zgjim të traditës, një zgjim ose një plotësim më bukur të identitetit. E ideuar dhe realizuar nga shoqata dhe dorë, tashmë është krijuar një eksperiencë gjatë për organizimin e një aktiviteti të tillë me përmasa të mëdha. Megjithatë, e gjithë puna bëhet me shumë dashuri, çka garanton dhe suksesin. Kena ardhur tashmë në mesin e aktivitetit, jena pikërisht në Koplik, në qytetin e Koplikut, vi me mbështetjen e bashkisë Malësie Madhe, e cila për herë dytë ka mbështetur këtë event. Ne jemi shumë mirë sepse jemi para fillimit të eventit, edhe shikoj të reja, fëmijë, pleq, domethënë njerëz që tregojnë interes, gjatë që na bën me krah. Gjej rastin me falenderu gjithë trupat që kanë ardhur nga larg, sepse kanë udhëtuar gjithë ditën, disa nis qysh në orën 10 nga Maqedonia, nga Cegrani, nga Kaçaniku, nga Vitia, nga Korça. Kena për herë të parë, duhet ta theksoj, kena pru zonën e Korçës, veshjen folklorike të zonës së Devollit, kena fustanellen, e cila në fakt është hera e dytë, sepse kena pas fustanellen nga Vlora, tash kemi pjesën e Korçës. Kena një trup speciale që i ka ardhur nga shkolla Sherif Hoxha, gjimnazi me meritën, Turri. Kjo është një risi, sepse kemi shumë dëshirë që ne ta vazhdojmë bashkëpunimin me këtë shkollë, për të krijuar edhe një brez ose një trup artistike e cila do të performojnë laut, çisteli, valle, këngë folklorit dhe kështu me radhë. Ky event gjithnjë dhe më tepër ka tërhequr jo vetëm vëmendje në opinionit të gjerë, por dhe vetë grupeve artistike pjesëmarrëse. Një prezantim të vogël për të gjithë teleshikuesit. Ti je? Marcela Pëldokaj, e klasës 8. E klasës 8? Po. Në mënyrë Pëldokaj, e klasës 6. Motrën dhe vëlla? Po. Kërceni gjithë në familjen tuaj ju? Motra, unë dhe vllau. Sa gjë e bukur kjo. Domethënë e keni pasur traditë në familje? Po, babi dhe mami kërcen të shumë. Ata u martuan bashkë se kërceni bukur, apo jo? Domethënë kur kanë gëzime familjare, ata dukeshin bukur kur kërcenin, a? Po. Ndiheshit krenari ju kur shikoni mamit dhe babin? Po, gjithmonë. Tani si e mësut vallën e logut, se me siguri atë do kërceni juve, apo jo? Vallën e logut kërcejmë ne, por me kështu prova në për shtëpia kemi bërë. Po, tani aty në shtëpi ju largoni tavolinën, divanin e boshatisë në shtëpi apo? Jo. Po ka vend dhe në obor. Në cilën shkollë jeni? Në shkollën Isa Kupi Durbraq. Por që gjyshërit nga i keni? E kemi nga Kelmendi, Nikçi. Pra ju do nderoni Nikçi njerë sot. Sukseset e mbarësi. Shumë faleminderit.
Grupet artistike pjesëmarrëse në këtë aktivitet tashmë kanë shtrirë hartën e përfshirjes, ku nuk kemi vetëm ato nga veriu i Shqipërisë, por dhe jugu. Dhe këtë vit për herë të parë morën pjesë edhe artistët nga Devolli. Grupi jonë vjen nga Asambli i Shoqatës Kulturore Adhetare Devolli. Është një grup i formuar me artistë të rinj, të cilët kanë performuar në skena lokale, kombëtare dhe bashkëkombëtare. Kanë korrur shumë sukses dhe trofe të veçanta në gjithë këto festivale. Mundohemi që të ruajmë trashëgimimin kulturore dhe duke ja transmetuar brez pas brezit gjithë folklorin e krajinës sonë. Okej, përbërja e grupit janë gjimnazist, student? Po, i kemi të gjithë gjimnazist. Është Devolli Fos Babarin Birisht. Po, jam shumë kurioztare për emrat e tyre. Mund t'i pyes pak ata? Patjetër. Emanuel Ukra. Emanuel. Livia Çovani. Emilia Gjata. Gabriel Gjata. Po, unë prita emra krejt tjetër mu. Po këto emra janë shumë të bukur. Hera parë që vini në Shkodër? Po, ere parë që vim në Shkodër, po ere parë që marrim pjesë në festivalet. Nuk keni qenë asnjëherë më përpara dhe pse janë bërë 18 vite, dakor, ju sa i 18 vjeç jeni. Pra, atë ditë që keni lindur ju, ka nisur ky festivale të ndryshe. Emri jot? Arsiana. Arsiana, djali? Lionel Topçi. Topçi, pse ke atë mbiemër ti Topçi? Futbolli po thon te. David Dervishi. Dervishi. Ke ndonjë dervish në familje? Të gjithë. Të gjithë janë dervish me mbiemër Dervishi, po dervish në veprime, në besime, ja. Regina Sham. Okej. Mario Plesht. Edea Shahinasi. Jurges Bregu. Okej. Djem shumë të ishëm, vajza shumë të hishme, vini me kënaqësi ma merr mendja në Shkodër. Ka ndonjëri që ka ardhur apo keni shfrytzuar të rast për të ardhur gjithë për herë të parë? Jo, nuk kemi ardhur, ndonjëherë është herë e parë edhe duket shumë. Si u duk rruga, thatë, bo, nuk vi më. Ka ndonjë? Jo. Rruga ishte pak e lodhshme, por ja vleti. Ja vleti, ha? Patët mundësi të shikoni, ja keni armasit madhe dhe shikoni skaj më verior të Shqipërisë. E pa që kishte fusha këtej, malësi e madhe ka, po fusha ka. Gjelbërim. Gjelbërim. Ishte interesante, gjelbërim. Se një pjesë e këtyre artistëve e kanë parë Shkodrën, edhe vitin e kaluar, sepse kanë kaluar që kemi marrë pjesë në festivalin në Plavë Guci në Maltëzi. Kështu që këtu keni kaluar, po si duke do i keni pas dritaret mbyllur, perdet mbyllur edhe kanë parë vetëm Plavën e Gucin. Mund të fitoni ju, si e keni atë parashikimin ju? Për atë kemi ardhur. Atë duam. Ashtu dhe. Ai është qëllimi. Tu është konkurim, ai është qëllimi. Po me të dytin kënaqeni? Jo, nuk e pranoj. Jo. Nuk e pranoj. O të parin, o s'ka. Tashmë është koha që ta nisim këtë aktivitet me lojën popullore që kemi përzgjedhur. Loja popullore bëz. Loja popullore në sfond është loja bëz. Në fillim, midis lojtarëve hidhet një short me disa letra të cilat përzihen dhe shpërndahen mes tyre. Lojtari të cilët i ka qelluar letra me vrimë, do të jetë ai i cili do të nisë lojën. Shohim lojtarit të cilit i ka rënë letra me vrimë. Lojtarët e tjerë e godet lehtë dhe të gjithë ngrenë gishtat tregues duke bërë tingullin bëz.
Por një pjesëmarrje dinjitoze vjen edhe nga grupet e Kosovës, të cilat e marrin me shumë seriozitet angazhimin në Lojra Popullore Fest, duke u kujdesur për pikat e programit që të konkurrojnë bindshëm mes artistëve të tjerë. Ne jemi shoqëria kulturore artistike Jonoz Ramadani nga fshati Smir, komuna e Vitit. Në Lojra Popullore Fest për ju është hera e para apo keni ardhur herë të tjera? Është hera e parë. A kishit dëgjuar për këtë festival dhe çfarë kishit dëgjuar? Kemi dëgjuar se para 2 vite kam qenë si musafir. Dhe e di rrjedhën e festivalit si shkon. Po, këta të rinë vinë nga shkollat e Vitis apo shkollat afër? Këta të rinë nga shkolla e fshatit Smir. Këto pak më vjetër janë. Po ka shumë të rinë ka që angazhojnë se grupet vuajnë për artist, apo ju i keni gjetur? Ne kemi gjetur se jemi një lokalitet me 4000 banor. Dhe kemë antarë. Sa vjeç je ti? 10 vjeçe. Ti je më e vogla këtu, ë? Po kur i pe këta që ishin më të mëdhenj the, prit se mos bëra gabim që erdha apo jo? Jo. Që 8 vite on kjo. A, që 8 vite? Prej 2 vite, kur i ka pas 2 vite kjo ka fillu me kulturë. Ka qenë i kongën i Nollës dhe këto kemi përdorur në vend fëmijës. A, ka qenë në Djep kjo vajza, ju e keni rritur në Djep këtë vajzën, sa bukur. Ndërkohë që tani që është bërë 10 vjeçe, çfarë roli keni vendosur? Kjo është edhe soliste dhe valltare.
Ka marrë pjesë në Bishkopi në shumë festivale. Ka kriju një përvojë edhe pse më shumë e re, po një përvojë është hera parën që marrë pjesë me këtë shokën me Agrë Nokzmanin. Po, pra ju keni ardhur dhe herë të tjera, po tashmë grupi është më i zgjeruar dhe më i plot. Grupi është që 50 vite ekziston në shoqënia kulturore artistike e Janus Ramadani. Unë jam prej vitit 2010 në këtë shoqëri që e përfaqësoj çdo festival. Cilat janë pika më të forta tuaja? Ja sot në konkurim, si mendoni? Cilat keni pika më të forta? Cili janë më i bukur Durrësi Aberati, është një këngë e cila më flen në shpirt. Ju mendoni që do fitoni shumë pikë me këtë këngë? Besoj ta shromi. Megjithëse jemi në malësi të madhe, Durrësin e Beratin e kemi çik larg, se jemi veri komplet. I përfshin edhe gjitha trujet, edhe Prizrenën e Ilirizën e gjitha. Po më shumë kuriozitet për gjuar tekste, vetëm emrat e të rinjve që kanë ardhur këtu sa për t'i përfshirë, ja mua më pëlqejnë brezat që përfshihen, emri jo zotri, emrat do thoni. Rama Isufi. Rama. Albiona Mrlo. Në të mesmen, në të lartën, Në të mesmen. në të mesme. Ilir Sidio. Po? Naim Demiri. Bukur. Dorela Ismoili. Lajmunda Ajete. Po kënaqemi dhe me emrat që u kanë vendosur. Arten Hasani. Ti mban flamurin e Kosovës, a? E mban me krenari. Me plot krenari. Ornar Nazifi. Lila Ajete. Islami Mere. Melisa Berati. Shiqaj Motezi. Anesa Hasane. Bukur, ne ju urojmë shumë suksese, daçi faqe bardh. Le të fitojmë më i miri sot. Manastiri, Apolozun fonti, Mutrin ti haruar me Apolloni, Troja e beku me Apodiravim. Cili era mai bucur, Durrësi Aberati, Forța
manastiri, apo rozon fati, motrin ti haruar me Apolloni, Troja e beku me apo tirallin. Zoti pas ka thon, motra vridhe bia, ke vetëm mina, mollaja Shqipëria. Zoti pas ka thon, motra vridhe bia, ke vetëm mina, ajo Shqipëria. Bostan me nashi
Dhe do të theksonim edhe faktin që mjaft grupe pjesëmarrëse janë dhe ansamble të mirëfillta, me një përvojë të gjatë në skenë dhe me një kostumografi së cilës nuk i mungon asnjë element. Kemi grupi Shoqëria Kulturore Artistike Jahi Hasani nga Çegrani Gostivarit. Është hera e 8 që vim në këtë edicion të 18, është kënaqësi e veçantë thjesht këtu në Koptik. Është një bashki jashtëzakonisht e organizuar me një sheh shumë i bukur dhe ne përfaqësojmë zonën etnografike të Pollogut, siç e dini gjithë, Gjisha e Skënderbeut nga zona jone etnografike dhe vim me kostume të jashtëzakonisht bukura. Sigurisht që tu do të performojmë me pjesën tonë më të bukur, adetet të vjetra nuserie me këngë dhe valle, siç janë adetet tona dhe këngët tona të njohura të zonës. Okej, ne ju mbajmë mend jo vetëm thjesht për cilësinë fantastike që keni, sa nganjëherë themi jeni në një nivel artistik shumë herë më të lartë se grupet e tjera, por ju mbaj mend edhe për këpucët. Nëse opingat i thoni ju, pra, nëse ka grup me opinga më origjinale jeni ju. Si funksionon kjo çështja që i gjeni kaq origjinale? Tani grupi punon me profesionistë, punon me koreograf, etnokoreolog, etnomuzikolog dhe unë vetë nga vite me radhë që po kultivoj këtë traditë autoktone dhe një autenticitet të veshjes. Ju me të drejtë keni theksuar veshjen dhe opingat që i kemi dy lloje, opingat e djemve që janë pjesë dhe opingat e vajzave që janë me xhalma, me penë, që janë të lëkurës dhe janë origjinale. Dhe ju e patë edhe vetë se gjitha grupet tjera nuk e kanë këtë veçorinë, e ruajnë traditën tonë. Nuk e kanë nga gjyshet, ju i provoni apo jo? To kemi marrë modelin nga gjyshet dhe e kemi punuar origjinal. Domethënë nuk e kemi dëmtuar as pak formën, është ruajtur origjinalitet. Ka punishtë të tillë në Gostivar? Ka në Kumanov, por ato punojnë dhe i kërkojnë modelin. Dhe është i vetmi model origjinal i zonës sonë, janë opinga me xhalma, me penjë, themi ne, dhe siç e shihni të opingat e vajzave. Që numra nuk kanë këto, i bien kujdo. Kanë me kallëpe të ndryshme, normalisht janë edhe me numra, po ju mund të shihni pjesën e themrës së hapur që veshet si një formë këpuce, por që qëndron jashtëzakonisht e bukur. Ata pet kryqëzohen dhe kanë një formë të veçantë të bartjes. Nuk janë si këpucët e thjeshta, janë edhe pak më të sikletshme për me i mbajt, por janë jashtëzakonisht të bukura në skenë. Po dhe kërcimtarët janë më lirshëm për të kërcyer, jo ti vras këpucat, ju dal këpuca nga këmba. Jo, ajo po se po, por është edhe vështirësi për t'i mbajtur. Janë opinga që duhet ruajtur shumë, që duhet lyer me krema të ndryshme sepse janë origjinale lëkurë. Është lëkurë origjinale dhe punohet në punishte të veçanta. Është artizanale. Po, pak për programin djali. Shëndetje. Po, diçka rreth programit, si do përfaqësoni se ju e keni fituar një herë kupën. Doni prap kup juve. Do me thënë, ne si gati çdo vit jemi pjesë e festivalit Lojra Popullore Fest. Jemi munduar që të bëjmë një program të begat me rite, ritualet, adetet e nuses të Gostivarit. Kemi edhe disa këndim vajzash, do me thënë pa orkestër, janë live do këndojnë. Edhe kemi një ballet dasme e Çegranit, që është nga zona jonë. Okej, kështu që i pasi në menduar mirë gjërat. Po, do t'jeni konkurrencë sërish. E shoh, unë e shoh.
përgatitur në ndërtimin artistik të doktorit Afrin Fuga. Skena për ju! Një përgjegjësi akoma më e madhe shtohet për grupin pjesëmarrës të Bashkisë Malësie e Madhe, ku është zgjedhur gjimnazi Sherif Hoxha në Koplik për përfaqësim në këtë edicion të dytë. Tashmë ky gjimnaz ka krijuar një emër mjaft të mirë me punën e palodhur kryesisht të mësueses Merita Curi dhe drejtuesit Kujtim Lamthi.
Ju hynit ata drejtues që i vlerësoni shumë këto gjëra, edhe i motivoni gjithmonë që të ndodhin. Normalisht kjo është një aktivitet ku ne marrim pjesë me një grup të shkollës. Ju falenderojmë për organizimin e këtij aktiviteti, shpresojmë që ne të vazhdojmë këto aktivitete. Gjimnazi Kompliku gjithmonë shuhet për cilësi dhe një dëshirë shumë e madhe në angazhime dhe në aktivitete. Unë shpresoj që do dini mirë sot. Patjetër, se punohet aty te ju. Gjithmonë gjimnazi tashmë ka një traditë shumë vjeçare në këtë fushë, në të gjitha drejtimet. Shpresojmë që jo dalim mirë vetëm këtu, po dalim mirë në çdo aktivitet që organizojmë. Ju boll që të dilni me një xhubletë dhe e keni fituar gjysmën e punës apo jo? Faleminderit. Do t'i shifsh djemtë e vajzat janë shkëlqyer. Faleminderit për ftesën Bëdorit që na e bëri për të qenë pjesë e këtij kompeticioni këtë vit. Ne jemi përpjekur, edhe pse koha ka qenë shumë e shkurtër, jemi përpjekur që të sjellin disa ngjyra të larmishme të folklorit ton. Si vallën malësore, vallën e shpatave, disa tradita tonat në lidhje me këngët e djepit. E di se janë grupet shumë të mira, grupet pjesëmarrëse, ne do të përpiqemi që të prezantohemi dinjitetshëm. Dy gjëra do i veçoja që në fillim, 7 lartësia, po ke lezet more në malësi të madhe. Sa i gjatë je? 1.80. Ja, dhe kemi edhe më të gjatë aty. Sa i gjatë jo çu? 1.90. Ashtu të. 1.90. Aty. Qa ndikon të gjatësia juaj klima? Apo të parë tuaj, Parët tonë. Parë tuaj, ashtu kanë që dhe ata 7 lartë. Gocët ashtë e mirë, po syti pas kanë boqellë një pjesë e tyre të bukra të hishme të këndshme. Dhe xhubleta dhe shpike fort. Jemi munduar që të qëllojmë te kjo pikë, se dim tani se sa do pëlqehemi. Mbushët me njëherë skenën. Faleminderit. Xhubleta dhe me veshjet tuaja. Suksese! Malet tona u shtanë zani, në kompleksonte bëhet nami. Qifteli e kange vale, mirë se u ka pru zotin malësit male. Hej, malësi, burme shbeset, pushkët, fjalet, ka nga jote bashkon malet. Bashkon në valet, dorë për dorë, me malësi e diaspor, jem krenar, se jem malësor.
flamo shqipja, fluturim, shpërndan dritën për bashkim, brez pas brezi, trashëgim. Vallja e parë, e kënga e parë, jam krenar, se jam shqiptar.
po përkuen djalin. Mirë po ban, një fmi në gjumë rritet, një kop në gjumë vesh se venitet. Nina nana more bire, flej se gjumi të ban mire, të ban mire të rahatone, trupin biro ta pushone, trupin biro ta pushone, ku përkundo nana djalin, ti mu bafsho sokol mali, ti mu bafsho sokol mali, mos ja paqlak mi askujte, uriq djall larg venit huje, uriq djall larg venit huje, ti mu bafsho djall azgane, u plak shbir në venin tane, u plak shbir në venin tane. Sa mire ke thanë, u plak zhbir në vendin tanë, të pare tanë e kanë thanë, tash sa vjetë, gueron për shumë vend vetë. A bajmë i loj, ma epi unaz. Tash po I thojmë edhe do gjagjeza. 5 burra punojnë pa do, 8 bashk, bajnë kala. Publiku, a keni përgjigje? Përgjigjen e keni përballë jush. A ka kush përgjigje prej publikut? Përgjigja shtiza me penjë. Edhe gjëgjes tjetër, e oma zhveshet e bia ndjeshet. A kene përgjigje publik? Pra po përgjigje publiku, përgjigja është furka me bësht.
mulla, ka po vjene more, qune mulla, o qune mulla, ka po vjene more, qune mulla, sotulla, prej kelmenit, sotulla, prej kelmenit, sotulla, mashtë zane buga, kanë marvesh se mashtë zane buga, mashtë zane buga, kanë marvesh se mashtë zane buga, me uvorite, nuk jam djalo, me uvorite, nuk jam djalo, me uvorite, pushke me cite, jam qune mulla, pushke me cite, jam qune mulla, pushke me cite. Raorsa Hamiti këndon sonte për ne këtë këngë të bukur. Edhe në një aktivitet të tillë, Bashkia Malësi e Madhe ka treguar gatishmërinë e saj në mbarvajtjen e organizimit. Jo vetëm si vjet, po edhe vite tjera Bashkia Malësisë së Madhe ka bërë gjitha përpjekjet për të organizuar aktivitete të tilla me karakter qoftë kulturor, qoftë edhe mbar kombëtar, duke qenë pjesëmarrës në shumë aktivitete që ka organizuar bashkia, por edhe në bashkëpunim me organizata të ndryshme, ka bashkëpunuar me shoqata kulturore, ka bashkëpunuar me organizatat e fëmijëve, ka bashkëpunuar edhe me organizata të ndryshme nga Kosova, nga pjesa shqiptare në malin e Zi apo edhe të Maqedonisë për të bërë më të mirë në mundshëm për komunitetet tona, për trojet tona shqiptare në mënyrë që të ecim dhe të avancojmë sa më tej në kuadrin edhe integrimit evropian. Nga ana tjetër, për jurinë e aktivitetit do të jetë një punë me plot përgjegjësi për përcaktimin e elementeve të duhura në vlerësimin e grupeve. Si një njohës i mirë i folklorit, çfarë vlerë merr ky organizim në Bashkinë Malësi e Madhe? Në thënë të ky ka një vlerë të jashtëzakonshëm, sepse përqohet tek brezëri tradita jonë, lash kultura jonë malësore dhe në përmes këtyre aktiviteteve ju të ftojnë të rive se kush është kultura jonë, kush është trashëgimi jonë dhe si duhet ta ruajmë atë. Dhe është një gjë shumë e madhe dhe duhet me përshëndetje jashtëzakonisht shumë ka që i mbështesin këto aktivitetet e tilla. Urojmë që vazhdimisht gjithnjë më shumë të mbështesin këto aktivitete, sepse pasojnë traditë dhe kulturën tonë, trashëgimin tonë kulturore. Kemi një grupimin nga Devolli, Maqedonia, Kosova, kemi një bashkim kombëtar. Atë që se bën politika e bën arti. Është gjë shumë e rëndësishme kjo, sepse kjo domethënë është një bashkim vlerash, një bashkim kulturës, bashkim traditash, një njohje. Kjo ka shumë rëndësi për bashkohet të gjitha kulturat dhe zakonet e treve ndryshme të Shqipërisë. E rëndësishme është që pavarësisht të fituesve, Lojra Popullore Fest jep një kontribut jashtëzakonshëm në bashkimin kombëtar përmes artit.
Ne jemi pjesë stërës, pra ne jemi pjesë e një kombin, e një gjuhën, e një zakon, e një tradite, e një gjakur. Kështu që edhe kjo aktivitet i përbashkët është një, mund të themi edhe cilësi, sepse ne nuk e kemi praktiku shumë të takimet, që jemi sinqert, por i vlen ridimensionimit të kësaj tradite, i vlen zbulimit dhe ngacmon për të evidentuar tradita të reja apo tradita të harruara, që ne duhet të zgjojmë, duhet të aktivizojmë, duhet të evidentojmë. Grupet artistike bën një përfaqësim mjaft të mirë, gjë që u mirëprit dhe nga publiku. Juria dha një mori çmimesh vlerësuese për elemente të ndryshme të paraqitjes së tyre, ndërkohë që kupën e festivalit e mori grupi nga Devolli i Korçës. Ju, si ka mundësi e dini që pa filluar se do fitonit njerë? Sepse na ngjen zemra për pyetja. Ashtu dhe ju i bëni që gjithmonë me zemër kam përshtypjen, ëh? Vetë besimi dhe puna. Puna e palot. Jeni gëzuar më shumë kur keni marrë çmime. Këtu. Kemi marrë shumë çmime dhe në çdo. Jeni gëzuar shumë dhe ku ju kanë pritur më mirë? Po tani normal që kemi marrë shumë çmime ndaj po them, sepse kemi në çdo skenë që shkelim ne gjithmonë. Tani këtë kupën e Malësisë së Madhe ku do e vendosni ju që ta di unë? Keni një vendin tuaj si Patjetër ne kemi një ambient të veçantë që i kemi të gjitha çmimet që i kemi vendosur tek një ekspozitë të veçantë që kemi bërë, do të them, mbi të gjitha arritjet që kemi arritur në këto 12 vitet e fundit. Po, më bëri shumë shtypje saktësia e kostumeve kombëtare. Domethënë, askujt nuk i binte e madhe, askujt nuk i binte e vogël, pam një hijeshi në mënyrën se si u rrini në trupa. Kemi të bëjmë me artizane shumë të mira në Devoll, si i siguroni kostumet? Këto kostume i kemi ruajtur prej vitesh. Janë kostume që ky Jelek, domethënë, ka rreth 70 vjet. Dhe kemi ruajtur në këtë gjendje që është kaq i mirë. Pra, ky nuk është i kohëve të fundit, se ne menduam që i kanë bërë artizanë kohë të fundit. Do duket shumë të ri. Ai është i kohëve të fundit. Po është bërë shumë origjinal, pra është bërë shumë origjinal. Edhe fustanella dhe këto kanë mbi 50 vjet. Mbi 50 vjet. Edhe ato pingat, naranca gjufka nëpër tokë, po s'ka gjë. I modifikojnë, për fitoren i modifikojnë. Është pranueshme. Okej, është pranueshme. Ku do i keni daljen tjetër në Shkodër tani? Si mendoni në Shkodër do ju votojnë? Mendoj se po, nëse ne kemi prapë besim në forcat tona. Do japim maksimumin që edhe shkodranët na votë besojnë. Okej. Hajde gëzuar një herë me kupën, shfaqet edhe një herë entuziazmi i Dhe pas kësaj nate të magjishme, e cila do të kujtohet gjatë jo vetëm nga pjesëmarrësit, por dhe publiku, ne do të përgatitemi për paraqitjen e natës së tretë, e cila do të vijë si dhuratë e bukur për ardhësit në Bashkinë Shkodër. Por përmes emisionit Pushosh Shqiptarçe, Lojra Popullore Fest paraqiten si një aktivitet i rëndësishëm e mjaft i bukur edhe për publikun e gjerë. Ishte dhe reportazhi që ne kishim përgatitur për Lojra Popullore Fest në Bashkinë Malësi e Madhe, të organizuar pikërisht në oborin pranë Bashkisë Malësi e Madhe, Godinës, në qytetin e Koplikut. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer edhe keni qenë dakord edhe me fituesit. Fituesi sera dhe nga Devolli, një sfidë pa parë të vish nga Devolli dhe të fitosh vendin e parë pikërisht në Malësinë e Madhe është e jashtëzakonshme. Në fakt ishte një grup shumë i organizuar me një disiplinë artistike të mrekullueshme dhe merituar më së miri vendin e parë. Në pjesën e parë të emisionit ne ndoqëm udhëtimin me biçikleta dhe shpresoj të kemi frymëzuar qytetarë të Shkodrës që jo vetëm me biçikleta në pjesën e përcaktuar prej tyre, por me biçikleta dhe nuk. Janë biçikleta që përdoren enkas për lundrime ose shëtitje të tilla. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni të njëjtën në orën 15:30, ndërkohë ne do vazhdojmë punën me të tjera udhime. Dhe ku do të jetë udhimi i radhës mbetet surprizë, por kemi udhëtuar me të vërtetë një vend shumë të bukur dhe do të sjellim një pasion të jashtëzakonshëm të një individi i cili banon në një kontinent tjetër se harron vendlindjen. Por kjo do të ndodhë javën e ardhshme në emisionin Pushosh Shqiptarçe përmes një reportazhi. Por deri atëherë ne do të përgatitemi dhe ju me siguri do të kaloni një javë shumë të bukur. Natën e mirë.